Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka dalë për një xhiro bashkë me kandidatin për kryetar të Bashkisë së Prishtinës, Përparim Rama. Nga kjo shëtitje, Abdigjiku publikoi fotografi ku shihen të dy duke përshëndetur qytetarët. Kreu i LDK-s, pas votimit bëri thirrje që të votohet me përgjegjësi. Sot është dita e qytetarëve, dita e vendimit për të ardhmen që duam për shpresën që ndajmë bashkë. Prandaj le të votojmë me përgjegjësi, me qartësi dhe me respekt për njëri tjetrin. Të dëshmojmë edhe një herë se demokracia jonë është e pjekur, se kultura jonë qytetare është shembull për popull të tjerë, tha Abdigjiku. Ndërkaq, Rama falenderoi qytetarët për kulturën e treguar gjatë fushatës zgjedhore. Sot është ditë feste, zgjedhjet lokale nuk janë vetëm proces politik, janë shprehje e përgjegjësisë qytetare, dashurisë për vendin ku jetojmë. Sot zgjedhim drejtimin me vlerat që duam t'i japim qytetit tonë, një mirënjohje e thellë për të gjithë qytetarët që gjatë gjithë fushatës treguan kulturë, respekt dhe pjekuri demokratike. Kjo është dëshmia më e bukur e dashurisë për qytetin dhe shtetin, tha ai ndër të tjera. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shkuar në Mitrovicën e Jugut. Paraprakisht ai kishte qëndruar në Prishtinë, fushë Kosovë dhe në Bushtri, ashtu si në qytetet e tjera. Kurti kishte planifikuar të takonte strukturat e partisë në një nga kafeteritë në lagjen Tavnik. Pronari lokalit Arizon Haziri kishte vendosur ta mbyllte lokalin para se Kurti të shkonte, shkruan aty CNN. Sipas tij, në lokal kishte mbështetës të Partisë Demokratike dhe kishte rrezik që situata të eskalonte. Për shkak të telasheve të vazhdueshme nga të dyja palët, kemi vendosur ta mbyllim kafeterinë, pasi është rrezikuar siguria e qytetarëve dhe imja personale. Provokimet do t'i lëm anash sepse siguria është prioritet. Besoj që secili duhet të jetë, qoftë për një moment, në lëkurën time, vetëm atëherë do ta kuptoj çfarë po kaloj, shkruan Haziri në rrjetet sociale. Kurti gjithsesi ka zgjedhur të shkojë në një tjetër kafeteri, ku ka takuar kandidatin për kryetar të partisë së tij, Faton Peci. I pyetur nga gazetarët për qëllimin e vizitës, Kurti nuk ka dhënë një përgjigje. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka reaguar në lidhje me procesin e votimit në Junik. Haradinaj tha se nga të dhënat nga shtabi në Junik, tregojnë se shumë persona po marrin pjesë në procesin e votimit në Junik pa qenë banor të kësaj komune. Kujtojmë se një veprim i tillë përbën shkeljet të ligjit dhe çdo rast i tillë do t'i përcillet institucioneve përkatëse përfshirë prokurorin për hetim dhe veprim, ku do të bëjmë padi për secilin person veç e veç. Ftojmë të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat dhe të kontribuojnë në një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin. Në vijim, postimi i tij plot. Të dhënat tona nga shtabi në Junik tregojnë se shumë persona po marrin pjesë në procesin e votimit në Junik pa qenë banor të kësaj komune. Kujtojmë se një veprim i tillë përbën shkelje të ligjit dhe çdo rast i tillë do t'i përcillet institucioneve përkatëse përfshirë prokurorin për hetim dhe veprim, ku do të bëjmë padi për secilin person veç e veç. Ftojmë të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat dhe kontribuojnë në një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin, ka shkruar Haradinaj në këtë reagim.